Shikues të nderuar, Talpo Televizioni ju përshëndes, ju ftoj të ndiqni edicionin informativ të lajmeve. Pensionistët në Gjirokastër vijojnë të përballen me radhë të gjata pranë postës për të tërhequr pensionet e tyre. Të moshuarit detyrohen të presin me orë në diell apo edhe në shi, ndërsa mungesa e organizimit ka sjellë shqetësime dhe reagime nga ana e qytetarëve. Banorët kërkojnë më shumë vëmendje dhe masa nga institucionet përgjegjëse për të shmangur situata të tilla, duke theksuar se pensionistët meritojnë trajtim më dinjitoz dhe kushte më të mira shërbimi. Ndërsa Eva i bërë muajt maj po mbyllet, pensionistët e Gjirokastës vijojnë të sorollatën dyrëve të postës shqiptare për marrë ende pensionet e tyre. Të moshuarit me zimbajnë vete në këmbë, detyrohen të presin me orë të tëre në radhë, në diellin përvolues, në vap apo edhe në shi. E njëjta taktik ndodh për herë çdo fillim muaji, për disa lekë që janë jetike për mbjetesën e tyre. Kjo situatë nuk është më rastësi, por dështim i pastër dhe papërgjegjshmëri totale nga institucionet përgjegjëse. Asnjë organizim, asnjë zgjidhje apo asnjë reagim, vetëm heshtje dhe indiferencë përballë një realiteti që po shtëron çdo ditë të moshuarit. Si është e mundur që në vitin 2026 pensionistët të trajtohen në këtë mënyrë në vendin tonë, pse duhet të përballen me kushte njerëzore për të marrë atë që u takon me ligj dhe me mundime që ata kanë patur gjatë gjithë jetës së tyre. Kjo nuk është më thjesht neglizhencë, është abuzim i hapur dhe mungesë dinjiteti në një brezi që ka ndërtuar këtë vend. Institucionet duhet të mbajnë përgjegjësi dhe jo të fshihen pas justifikimeve bosha. Prej disa ditësh tashmë, në disa nga lagjet kryesore të Gjirokastrës, sikurse është Pazari apo Varoshi, veturinat janë kthyer në një shqetësim për banorët dhe bizneset që operojnë në këtë zonë. Pasi koshat e të imbushur me veturina dhe mungesa e pastrimit kanë krijuar ndotje dhe pamje negative në zonat më të frekuentuara të qytetit të Gjirokastrës. Prej disa ditësh, në disa nga lagjet kryesore të Gjirokastrës, situata mjeteve urbane është rikthyer në një shqetësim serioz për banorët dhe bizneset e zonës. Në lagje historike të frekuentuara si Pazari karakteristik dhe Varoshi, koshat e veturinave raportohen të mbushur, ndërsa në shumë raste mbetjet janë shpërndar edhe në rrugë. Banorët thonë jashtë kamerave se prej ditësh nuk është kryer pastrimi i rregullt, duke sjellë jo vetëm ndotje vizuale, por edhe erë të rëndë dhe shqetësime për higjienën, sidomos në zonat ku kalojnë turistë dhe vizitorë të shumtë. Gjatë një vëzhgimi në teren, në disa prej rrugëve kryesore të qytetit Muze janë konstatuar grumbull mbetjesh pranë koshave, ndërsa në disa pika veturinat kanë qëndruar për ditë të tëra pa u larguar. Situata bëhet më problematike në këto ditë me rritje temperaturash dhe me fluks të shtuar turistësh në qytet. Banorët e lagjes Varosh thonë se problematika është përsëritur disa herë përgjatë muajve të fundit. Mungesa e pastrimit të rregullt po ndikon negativisht jo vetëm te cilësia e jetesës, por edhe tek imazhi i Gjirokastrës si një destinacion turistik. Bizneset pranë pazarit karakteristik tregojnë se situata po vijon të krijojë pakënaqësi edhe tek vizitorët e huaj, të cilët zgjedhin Gjirokastrën për historinë dhe trashëgiminë kulturore. Menaxhimi i mbetjeve urbane mbetet një nga sfidat kryesore për qytetet turistike, veçanërisht gjatë periudhave me fluks të lartë vizitorësh, aty ku kërkohet më shumë kontroll, frekuencë më të lartë pastrimi dhe ndërgjegjësimi qytetar për depozitimin e mbetjeve. Në disa zona të Gjirokastrës është të kthyer në shqetësim zënia e vendeve publike të parkimit me sende të ndryshme, duke vështirësuar qarkullimin dhe parkimin për drejtuesit e mjeteve. Gjatë një vëzhgimi në teren, në disa rrugë dhe lagje të qytetit janë konstatuar objekte të vendosura në hapësirat publike për të mbajtur të zëna vendet e parkimit. Banorët e drejtues mjetesh shprehen se kjo praktik po bëhet gjithnjë më problematike, sidomos në zonat me fluks të lartë automjetesh. Hapësirat publike po trajtohen si pronë private nga persona të ndryshëm, ndërsa e kontrollit ka bërë që fenomeni të përsëritet çdo ditë. Ata kërkojnë më shumë ndërhyrje dhe monitorim nga institucionet përgjegjëse për lirimin e vendeve të parkimit dhe respektimin e hapësirave publike. Problematika bëhet më e dukshme gjatë sezonit turistik, ku në Gjirokastër shtohet ndjeshëm numri i automjeteve dhe gjetja e një vendi parkimi bëhet edhe më e vështirë për qytetarët dhe vizitorët. Konflikti në lidhjen e mesme do të ngadalësojë curinë ekonomike në vend. Guvernatori Gen Seko tha se shtrëngtimi i karburanteve dhe i energjisë në tregjet botërore do të shkaktojë një rritje të inflacionit mbi objektivin për gjatë vitit 2026. Sipas kreut të Bankës Qendrore, ndikimi i luftës në ekonomi do të varet dukshëm nga kozgjatja dhe intensiteti i konfliktit. Këshilli mbikëqyrës la të pandryshuar normën bazë të interesit, ndërsa theksoi se do të monitorojë me kujdes zhvillimet. Ekonomia shqiptare ka patur një ecuri pozitive sipas Bankës Qendrore gjatë 3 mujorit të parë të vitit 2026 e nxitur nga turizmi, eksportet dhe investimet, po pritet të ketë një ngadalësim të saj për gjatë muajve në vijim e deri në përfundim të këtij viti, thot guvernatori Gen Seko. Bazuar në informacionin e disponuar,
parashikimet e skenarit bazë sugjerojnë se rritja e çmimeve të naftës dhe të energjisë në tregjet botërore do të shkaktojë një rritje të lehtë dhe të përkohshme të inflacionit mbi objektiv gjatë vitit 2026, si dhe një ngadalësim margjinal të ritmit të rritjes ekonomike në vend. Ky parashikim faktorizon trendet pozitive të zhvillimit të ekonomisë shqiptare, treguesi të përmirësuar të stabilitetit ekonomik dhe financiar, pritjet për përfundim relativisht të shpejtë të konfliktit në lindjen e mesme, si dhe hapësirat e shtuara të reagimit të politikave tona makroekonomike. Varfëria në Shqipëri nuk është më thjesht statistikë, por një realitet i përditshëm që përgodet mira e familje. Të dhënat e Bankës Botërore tregojnë se afro 1/4 e shqiptarëve jetojnë me vetëm 681 lekë në ditë, një shumë që në praktik nuk garanton jetesë, por vetëm bijetesë. Pas fasadës së zhvillimit dhe propagandës për rritje ekonomike, shumë qytetarë po përballen pa mundësinë për të siguruar ushqimin bazë, energjinë elektrike dhe transportin, me rreth 400 lekë në ditë për ushqim. Dieta e një familje shqiptare reduktohet në bukë, makarona apo fasole dhe produkte minimale. Mishi, frutat apo ushqime me vlera ushqyese janë kthyer në luks për shtresat në nevojë. Në të njëjtën kohë, çmimet e produkteve bazë vijojnë të rriten, ndërsa pagat dhe pensionet mbeten larg ritmit real të jetesës. Edhe shpenzimet minimale për drita, ujë apo urban konsumojnë pjesën tjetër të buxhetit, duke lënë qytetarët pas një mundësi kursimi apo sigurie ekonomike. Ekspertët paralajmërojnë se kjo situatë po krijon një varfëri të heshtur, ku familjet detyrohen të heqin dorë nga shëndetësia, arsimi dhe kushtet minimale të jetesës. Ndërsa qeveria flet për investime dhe turizëm rekord, realiteti në tavolinat e shqiptarëve tregon një tjetër pamje: konsum në rënje, emigracion në rritje dhe një ekonomi që po rëndon gjithnjë më shumë mbi qytetarët e zakonshëm. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ lajmesh. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë përshëndetemi këtu.